Po jam dakord me ty që njeriu duhet ta dashurosh, por atë njeriu kur e njeh, rreth parë njerë shikon pamjen. Dhe unë nuk e dashuroj dot një person që është me dhëm palami që i ka dhëm të prishëm. Një person që i ka flokët me zbokth. Një mashkull që e kalon një mjekër atje se tani fillin në lënë edhe mjekrat, edhe ato mjekrat i kanë zhull. Një mashkull që kur i afrohesh pak vjen rakom. Një mashkull që vjen era djers. Se dashuroj dot mi motër, se mu se vjen as era djers, as era kom, dhëmt nuk i kam as palam, as prishëm, as një gjo. Pra nuk e dashuron dot. Po kur e shen pamjet parë këtë pjesën këtu, me ndan. Ky është pa buks. Do me thash s'është i zoti, për me nxjerr qime nga qulli. Si a dashuroj dot karakterin, sepse një mashkull që s'kujdeset për pamjen e vet, për mu është pa buks. Është njëri pa karakter. Dhe një njeri pa karakter rri në gjendje të tillë të mirë. 2. Një mashkull që jeton me maman, për mua është qenë mamaje. Sepse ai që është mashkulli që ka karakter jeton veçmas. Ai që është rrijeton me maman është rri mas fustanit mamas ka ngelte mamaja ai. U atë mashkull ju ta dashuroj, pa atë mashkull ndjej edhe ri. Se dashuroj dot. Unë atë mashkull që jeton akoma me maman. E kupton tjetë mashkulli 35-40 vjet akoma të jetu me maman beqar. Ai të vdesi mas mamas, mas fustanit mamas. S'është për të dashuruar për mu. Ai është qun mami. Iku. Një mashkull që rri me një rrogë 600 ose 1 milion lek në Shqipëri, jo në emigracion, se në emigracion flasi për shifra tjera. 600.000 lek është mashkull dështak. Se është mashkull që s'ka karakter, s'kërkon nga vetja, knaqet me atë 600.000 lekshen. Është barbon kafene, shkon në rri gjithë mas ditën kafe. Do thush ti pas që në rrugës Shqipëri, shko, gjeje venin ku janë rrugët më të larta. Pra, një mashkull që rri me 600.000 lek, për mu nuk ka karakter ai mashkull. Nuk e dashuroj dot një njeri që s'ka karakter. Sepse ai mashkull që ka karakter e çon edhe gurin. Nga guri nxjerr ujë. E kupton, e shtrydh gurin e nxjerr ujë. Dhe bën lekun. Po një mashkull që rri me 600.000 lek ose 1 milion lek në Shqipëri, për mu është i ngordhëm. I ngordhëm, s'ka karakter. Nuk lufton. Është mashkull dështak. Se dashuroj dot. Pra i bie që si dashuroj dot as karakterin as pamjen. Se unë dashurin e konceptoj kështu. Ta dush njeriu si qenje. Me pamje dhe me karakter dhe me tip dhe në mentalitet. Se ai mashkulli që ka atë mentalitetin e fshatarit, provincial, se mund këtë ik edhe në Amerikaj, po a katunar nga mend, a kupta? Që rri akoma me mamin, në fustant mamit, akoma, dhe që rri akoma me mentalitetin e fshatarit që gruaja duhet i shërbej prindërve të vet. Unë këtë mashkull ta dashuroj, unë këtë mashkull se dashuroj dot mi gru. Ti e dashuron, unë se dashuroj dot. Unë se konceptoj veten time të jem shërbysja e prindërve të burrit. A kupta? Se ai bie pra që si e dashuroni meshkujt ju. Si e dashuroni se unë se di domethënë. Unë e dashuroj kështu i gru. Si e dashuron mashkullin ti? Ju tjerët, si i dashuroni njerëzit ju? Se unë e di që dashurohet pamja, njerë është ai kliku i parë. Dashurohet karakteri, këto dashurohen. Dhe janë këto që sjellin te portofoli. Kupton? Të gjitha këto që sjellin te portofoli. Pra, portofoli tregon se sa njëri luftues je ti. E sa kujdesesh ti për pamjen tënde, çfarë pritshmërie ke ti për veten tënde. Këto qujon dashuri, jo ato që quhni ju, se ju jeni të fluturuar me presh. Merrni një trandafil kuq atje për Shën Valentinën dhe unë të dashuroj ti më dëshiron edhe jetoni me oksigjen.